Kostoja e energjisë elektrike është rritur duke e vënë në vështirësi buxhetin e shtetit. Për të shmangur kolapsin, Ministri i Energjetikës Damian Gjiknuri ka parapërgatitur qytetarët se rritja e çmimit të energjisë elektrike është diçka e pashmangshme në të ardhmen, por duke ofruar skema mbrojtjeje për shtresat në nevojë. Duhet kuptoni që kostot e energjisë në Shqipëri janë rritur për shkak të keq menaxhimit, eliminimit të aseteve publike. Çështja e çmimit të energjisë është një çështje ende të rregullatorit të energjisë. Por një gjë duhet të them, ne si qeveri, në çdo rast me politikat tona do të mbrojmë konsumatorët në nevojë. Do të thotë konsumatorët që janë në gjendje të varfër, familjet e thjeshta shqiptare nuk do të preken nga kjo reformë në sektorin e energjisë elektrike. Por sipas Gjiknurit, nuk është vetëm kostoja problem në sektorin energjetik. Gjendja në të cilën ndodhet kërkon rreth 1.7 miliard dollar dhe në funksion të kësaj do të shkojë edhe kredia e marrë nga Banka Botërore. Të sjell sistemin energjetik shqiptar në parametrat perëndimor për sa i përket anës teknike, do të duhet minimalisht 1.7 miliard dollar. Kjo paketë është një paketë për 150 milion dollar si fillim, e cila do të pasohet edhe nga financime të tjera, nga institucione të tjera ndërkombëtare financiare, të cilat janë të gatshme të investojnë në rimëkëmin e sektorit energjetik. Përsa i përket riprivatizimit të ÇEZ, Gjiknuri u shpreh se është ende herët për të vendosur.